Në kujtim të tyre të shpalosëm këtë pllok për shkak se duhet të jetë pa harruar sakrifica dhe gjaku i derdhur të qytetarëve shqiptar edhe pas çlirimit të Kosovës dhe prezencës së KFOR-it në Kosovë. Ata u vranë civil të pafajshëm dhe fatkeqësisht edhe të atë natë ato dy net të pambrojtur, vetëm e vetëm pse ishin shqiptar dhe ishin rikthyer në shtëpit, banesat dhe pronat e tyre. Ne sot në pjesën e urës së re përkombësor që i kontribon paqes edhe stabilitetit edhe frymimit më të lirë të Mitrovicës, dëshirojmë që të kemi edhe një mesazh të përqojmë për gjithë gjeneratat që vinë, që liria e Kosovës, po edhe pjesa e normalitetit në veri, fatkeqësisht edhe pas çlirimit të Kosovës, është dashur që të derdhet gjak nga qytetarë civil, pafajshëm, pambrojtur, duke përfshi edhe pleq edhe fëmijë. Fatët saj ka qenë në najine, se vja brashi. Atë natë ka qenë një natë të mërshme, për arsye se për në prezencën e forcave të KFOR-it ato njëkot, dhe realisht afër 6.500 milion ka qenë e organizuar shumë mirë nga ana e strukturave sërbe për pastrimin etnik të shqiptarëve. Ka qenë një natë të mërshme, realisht vrasjet janë bërë pa dallëngjeje, pa dallim moshe, në mënyrën më barbare, me bomba, me anë ftofta dhe me gjithçka që kanë mundë ata, si janë pak edhe pjesën e emocionuar sa i përket kësaj teme se ta i përfoli se kam qenë moshë 13 vjeçare, apo më kujtoj shumë mirë. Fatkeqësia është se më edhe pas rastit, pas 26 viteve, ende nuk ka drejtësi sa i përket viktimave të asaj nate. Nuk është dënuar askush, edhe pse dihet shumë mirë kush ka qenë në kryje, si në Oliver Janelloviçin, djali bashkisë e tjerë, mirë po nga drejtësia edhe vendore edhe ndërkombëtare asgjë nuk është marrë. Ne mendojmë se duhet të bëjmë padija dhe në drejtësinë ndërkombëtare të Strasburgut, për arsye se ka qenë rast i veçantë, ka qenë në prani të forcave të KFOR-it dhe të njëjtë pikërisht kur ata u ndukme na siguru neve siguri, realisht ne kemi gjithë drejtën në banesat tona.